Fermeri Armend Cjapi nga fshati Allkaj nga njësia administrative Allkaj në Lushnjë, prej rreth 20 vitesh është kthyer nga emigracioni dhe merret me bujqësi nëse radiellore. Ai kultivon domate, speca të 2 llojeve dhe sallator në një sipërfaqe prej 1.8 hektarësh sera. Sipas fermerit, ai herë ka qenë pjesë e skemave mbështetëse dhe herë jo, ndërsa shqetësimi kryesor mbetet çmimi i ulët i prodhimeve bujqësore. Domati aktualisht grumbullohet nga pikat e shumicës me 30 deri në 40 lekë të reja për kilogram, ndërsa speci i 2 llojeve me 70 deri në 90 lekë të reja për kilogram. Një tjetër problem për fermerin janë çmimet e larta të pesticideve dhe plerave ushqyese për bimët, të cilat sipas tij rriten vazhdimisht pa përfshirë koston e krahut të punës dhe mungesën e punëtorëve për proceset nga plugimi, mbjellja, spërkatja deri tek vjelja e prodhimit. Në prononcimin për mediat, Armend Cjapi kërkon më shumë mbështetje nga institucionet shtetërore për bujqësinë, duke e konsideruar tokën dhe prodhimin bujqësor si një nga shtyllat kryesore të ekonomisë së vendit. Sot fermeri gjë me zhgënjur në këtë dynja. Një punë e losme edhe një nënvesim nga shteti zero. Çmimi skandaloz. Unë tani kam filluar pasi dështova 3 kate me domaten, nga temperaturat e ulta, ngrisa, dhe çmimi ka rënë skandaloz. Çmimi i shumicës me 300 lekë deri në 400 lekë më mira në Tiranë është 1000 lekë dhe në qytetet e tjera. Jo në Tiranë, po edhe këtu në Lushnjë. Te fermeri askush nuk e ka në mendjen nga shteti. Subvencionimet ata po i harrojnë fare dhe ato pak që na i dhanë vitet e tjera, ato pak që na i dhanë si vjetë s'po na japin fare. Krah punës nuk njihet as me vend, sa shpenzimet janë trefishuar. Si te pesticidet, si te plerat, si çdo gjë. Janë trefishuar, edhe këtu me vjalpot që kosh duke filluar naftën, tërë bota uli naftën në kohën e asaj luftës. Këtu tani akoma ata tallen në ul 2 lekë apo shuja. Dhe çmimet rrin po prapa aty ku janë, plerat, pesticidet vetëm ngrihen, jo se ulen, vetëm ngrihen çmimi. Shiko, par vjet ata patën një shup për 400.000 lekë të vjetra për 2 lymë, ndërsa ata e hoqën fare, e paksuan. Fermeri do vlerësuar, se edhe ne pak fermer që kemi ngelër, mos shikoj një shumica po pastron parat me pjesën e serave, edhe ne pak fermer të sakt që jemi, do vi dita që të s'do ketë më. A e ndjeni mungesën e krahut punës? Është shumë problem. Unë marrë 6 punëtore në ditët, janë mosha pensioniste edhe atyre do t'i bësh rigja se nuk i gjen as ato.